Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Shigjetarit në letra të rrëfejnë. Jam Diana dhe do bëjmë leximin për javën që po vjen. Siç e shihni, kam ndarë 10 letra me këtë letrën Oracle, që do jetë mesazhi në përgjithësi. Radha parë 3 letrat janë punë, financa, ekonomi. E dyta do jetë dashuria, por në të kam futur dhe një pyetje tjetër, a do ketë rikthim apo ribashkim me personin që jeni duke pritur, dhe e treta do të jetë rezultati i gjitha këtyre gjërave. Në shikim të parë tregon për ju shigjetar që absolutisht nuk je i humbur në kuptimin e saj i dështuar apo nuk ka mbaruar çdo gjë, ti thjesht ke lejuar frikën të mbaj në vend. Po filloj me punë dhe financa, që letra e parë është 5 të ajrit, frika. Frika po të kontrollon, të dashur shigjetar, po mendon më shumë për çfarë mund të shkojë keq se sa çfarë mund të funksionojë. Do të keni parasysh që asnjëherë s'do të merret vendime nga frika, se çfarë do bëhet. Analizo, por mos e paralizo. Vepro edhe kur nuk je 100% i sigurt, është më mirë të ecësh përpara, më me pak siguri se sa të ngelesh në vend. Letra e dytë tregon je në një cikël ndryshimi dhe ke mundësi ta kthesh situatën në favorin tënd. Dhe problemi këtu qëndron që po përsërit të njëjtat modele. Por mundësia është aty ta kthesh situatën në një kahje tjetër. Ndrysho mënyrën se si vepron. Mos bëj të njëjtën gjë dhe të presësh rezultate të tjera. Kur bën njësoj do vinë rezultatet. Po kërkohet nga kjo letër ta mbyllësh këtë cikël të vjetër, cila do qoftë situatë ajo që po flasim për zhvillimin e juaj profesional. Punë, investim, karrierë, shkollë, çfarë do të jetë. 6 tokës, që është shpërthim drejt asaj, do thotë kërkoj ndjes, ti mund të arrish një balancë dhe përmirësim financiar. Ka mundësi në fakt problemi këtu është që ka mungesë balance, ose nuk po merr sa duhet nga situata që mund të marrësh. Do thotë je duke përdorur kapacitetin tënd gjysmak. Ndihma që mund t'i japësh vetes është të vendosësh kufi, të kërkosh atë që meriton dhe të marrësh atë që meriton nga që janë mundësitë aty, sepse balanca po të jesh i kufizuar, aq sa jep aq dhe të marrësh, do të thotë baraz me përparim. Frika do të thotë për punë, financa, ekonomi, shkollë, do të thotë për zhvillimin profesional të juaj. Frika dhe modelet e vjetra janë duke të mbajtur në vend. Jo që nuk ke kapacitet. Në këtë ndryshim që mund të jetë shumë i vogël që mund ta bëni, do të nxjerrë përpara apo do të ndryshoj kahjen e rrugës juaj. Do thotë mundësia është aty, mjafton të mos bëni gjëra të vjetra dhe të pritni rezultate të reja, por të ndryshoni kahjen, veprimet. Të flasim pak për dashurinë këtu. Është 4 të ujit, ke mundësi për diçka më të mirë, dhe këto në punë, në dashurinë dhe njëjta gjë. Nuk po e sheh, sepse je i fokusuar në atë që nuk funksionoi. Mos rri në të shkuarën. Jep shans diçka e të reja. Mos refuzo pa e provuar. Dielli tregon kapacitetin, mund të kesh një lidhje të lumtur dhe të qartë. Po e kërkon këtë lumturi, por pa e ndërtuar siç duhet, do të them që duke mos e përdorur gjithë mundësitë që ke përpara për të patur ta them dhe qartësi dhe të gjesh atë lumturinë.
Ndihma që mund të t'japë kjo letër thot mos kërko vetëm ndjesi të mirë të momentit, ndërto stabilitet, lumturia kërkon përkushtim. Nuk është vetëm aty e gjen dhe e merr, jo, përkushtim, fokus. Nëna e ajrit, ndryshe thot, e shikon dhe je i zoti apo e zonja ta gjesh të vërtetën dhe të shikosh gjërat qartë. Por shmangë këtë qartësi sepse nuk të pëlqen ajo që sheh. Me atë që je duke parë tani. Prandaj mos u mjafto me aq apo të influencohesh, të ndikohesh nga të tjerë, dhe të shikosh gjërat në mënyrë tjetër apo ashtu siç nuk janë. Thuaj vetes të vërtetën, mos e zbukuro realitetin, vendos me mendje të kthjellët. Çfarëdo që je duke u gjendur tani, do të thotë është në dorën tënde ta shikosh dhe ta rigjesh apo ta gjesh potencialin të pretendosh më shumë se ajo që po të ofrohet apo po mjaftohesh. A do të kthehet në këto të njëjta letra, do të kthehet personi që dua? Mundësi ka, rikthimi nuk është çështje në fakt. Çështja është nëse ka pjekuri dhe ndryshim. Personi që të vje, do vi me bagazhin e vjetër, por vetëm ndryshimi është malli që s'keni qenë së bashku, apo do ta pranosh kështu? Jo. Rikthimi duhet të jetë ku ka pjekuri, ku ka ndryshim, dhe ajo që zgjedh juve apo ju zgjidhni atë duhet të jetë primare, gjë primare, jo një alternativë. Okej, s'më vajti aty, po kthehem te ty. Kjo nuk duhet të jetë. Letra Oracle është pjekuria. Dashuria kërkon pjekuri, jo vetëm ndjenja. Të dashur, absolutisht. Pra, mos pranon lidhje të papjekura, siç e kisha apo jene të. Shikoj veprimet, jo fjalët. Zgjidh atë që është serioze. Pra, pjekuri. E ardhmja të dashur shigjetar, je po i lodhur, ke mbajtur shumë mbi supe, mbi vete, dhe duke apo kapaciteti yt është të ke drejtim dhe mbështetje, dhe absolutisht nuk e vetëm. Do ta marrësh kontrollin e jetës tënde. Në momentin që kupton vlerat e tua dhe kapacitetin që ke, fillon të veprosh me qartësi edhe gjithë forcën që ke. Lëshoj ngarkesat, beso në drejtimin tënd dhe vepro me siguri në veten e juaj. Pra, në parat duhet të dalësh nga frika të ecësh para, mos lejosh frika të udhëheq. Në dashuri duhet pjekuri dhe qartësi, dhe jo të mjaftosh me ato çfarë të jepet, thërimat, ta them ashtu. Në të ardhmen po merr kontrollin e jetës suaj. Pra, frika është e vetmja që të mban aty ku je sot. Vendimi apo qartësia juaj, dëshira për të ecur dhe për të rrezikuar të qenë aty ku duhet të jesh në fakt, të dashur shigjetar.